Kryeministri Edi Rama reagoi pasi një video e tij me presidentin francez dhe atë të Azerbajxhanit u bë virale ku ata bënin humor me lapsuset e Trump që përmendte Shqipërinë në vend të Armenisë. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shkruan se lajmi i përhapur tashmë edhe nga media ndërkombëtare është nxjerrë nga realiteti. Kryeministri sqaron se situata ishte humor mes miq dhe asgjë më shumë. Një shaka, një moment miqësor, sigurisht s'ka asnjë problem nëse përhapet, por tash të mbërosh e ta kthesh në helm politik është thjesht e padrejtë. Pastaj le ta themi troç, e vërteta është se presidenti Trump është treguar si një lider që riktheu fjalën paqe në fjalorin e perëndimit pas shumë vitesh. Dhe po, në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër, e arriti paqe aty ku të tjerët kishin provuar por kishin dështuar dhe vijon ta ndjek atë me ngulm. Ajo shkëmbes nuk ishte gjë tjetër veçse një moment humori mes njerëzish, të cilët në fakt janë ndër admiruesit më të mëdhenj të presidentit Trump, ku ndër të tjera kryeministri Edi Rama.